بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Pyetja non desha të di për dietarin Islam Muhammed Kuti prej Egjipti, a përputet ligatura e këtij dietari me es-selef ajo? Unë për shembull kam lexuar librin e atij Kundërshtimet kundër Islamit. Vllai dash musliman më pari është bën tash koha me pyetën se çka e ke për qëllim për selefët. Do të thonë çka e ke kur thuhet literaturën e selefëve. Çdo dietar i mirë dhe i lihet, siç ka thënë Imam Malik, çdo kujt i mirë dhe i lihet. Parasije se nëse na thojmë se çdo pin elif edhe në deri në je, do me thonë pin a deri në zh, me jo përpusën çdo sen Kur'anit, Kerimit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është e pamundshme. Është e pamundur. Parasije se s'kie dietar, nuk ka dietar i cili ka gabu disa mesele. Edhe nëse janë meselet e akidës, edhe nëse janë meselet e akidës, si për shembull Ibn Hajar Asqalani, prej tij Sheikhul Albani thuaj se rregullor mënyrën e klasifikimit të haditheve ka marrë prej Ibn Hajar Asqalani, siç kanë thënë shumica e dietarë. Megjithatë Ibn Hajar Asqalani në çështjen e smave, emrave të Allahut dhe sifateve të Allahut subhanahu wa taala, nuk ka pajtuar me ata që i kanë thënë selefët tanë. Gjithashtu Kurtubiu, gjithashtu Ibn Hazm. Për Ibn Hazmin thot Sheikh Al-Albani, ajo është mësuesi im, ajo është dietari që kam përfituar prej tij shumë. Kështu Sheikh Al-Albani e përshkruan Ibn Hazm. Në tjetër vend, Sheikh Al-Albani i thot se ajo Jahmin në çështjen e emrave dhe sifateve të Allahut subhanahu wa taala. Kështu që Imam Nawawi, Ibn Jawzi, ulemat më dhej, me gjitha ta ka deshtë Allahu subhanahu wa ta'ala që ta ban, ka deshtë Allahu subhanahu wa ta'ala që mos ta lë nacionin pa gabu. Nga kjo mujt të them se ne me nëhegjin rrugën e ehli sunnetit e kena të qarë dhe duhet të studiu ata dhe mësu mirë Kur'anin Kerimin, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e kanë kuptuar selefët tanë. Pastaj çdo literaturë, çdo send i cili përputhet me Kur'anin Kerimin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e kanë kuptuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është e mirë se ardhur. Është e mirë se ardhur. Nëse nuk ka pajtohet me Kur'anin Kerimin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë dietarët ajo është njëri prej dy. Literatura e atij që nuk përputhet, nuk pajtohet me Kur'anin Kerimin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë dietarët islam ai literatura e atij, fjalët e atij që nuk përputhen me Kur'anin Kerimin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është njëri prej dy. Ose është njëri prej që ka shumë të mira dhe pak gabime, ose është njëri prej atyre që ka shumë gabime dhe është armik i Islamit dhe ka pak qëllume apo pak të mirë. Said ibn Musayyib, njëri prej tabi'inëve, për këta dy njerëz na tregon dhe thot: ka disa njerëz të cilët kanë shumë të mira dhe nuk vlen me ja përmend të këqija. Për çka? Thot për arsye se kanë qëndruar në mbrojtjen e Islamit, ja kanë dashur të mirën e Islamit, kanë vepruar dhe kanë luftuar për dinin e Allahut subhanahu wa taala, thot dhe kanë gabuar, kanë pasur lëshime. Thot këto janë ata njerëz që nuk vlen me ja përmend gabimet e këtyre, edhe nëse ja përmend me gabimet e këtyre, ka thonë këto janë të arsyetuar dhe këto i ka arsyetu Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se këto e kanë një problem. Po nëse është prej atyre që ka gabuar shumë dhe është i njohur, biografia e atij është i njohur si armik i Islamit, ka vepruar dhe ka shkruar kundra Islamit, thot edhe nëse ka qillu, edhe nëse e ka bën dëni të mirë, ka thonë të mirët e këtyre nuk vlen me ja përmend partie se shumicën e kanë në dëm të Islamit dhe shumicën e kanë në gabuar, edhe mendoj ki duhet të jetë kandari muslimanëve që i peshon literaturën e çdo kujt, që e peshon mundin e çdo kujt, e jo për një gabim apo di gabime të hedhët dietari edhe të mërtohet si gjahil, të mërtohet se ka dalë pi selefëve, të mërtohet se sa pe ali sunnetit, të mërtohet me lloj shpifje që do të kenë përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala, edhe ajtur se Allahu subhanahu wa taala spari ato të pendohen para se të dalin para Allahut subhanahu wa taala,
paraqësie se do të përgjigjen për çdo fjalë që e thonë. Kjo nuk është prej menhexhit, nuk është prej rrugëve të selebëve, por kjo është një fitnë të cilën e prin, do të thonë e prin emocionet, e prin epshi dhe e prin në krije të kësaj shejtani. Për ata le të kenë kujdes vllaznis dhe më të mirën me mësoj, po të qetë kandari se i dimi Musejbit, nuk e fjala ime, le qetë kandari edhe le timatët ai personit mirat edhe qijat dhe të këshirët, se nëse është prej atinve që e don islamin, është prej atinve që lufton për rrugën e Allahut, është prej atinve që fton në Kur'an dhe në Sunet, hine nuk vlen për një gabim apo dy gabime me ja përmend. Për çka parartie se kia është min sabiqin al awwalin, është prej atinve që parëve të cilë ka kontribu për dinin e Allahut subhanahu wa taala. E përkundrazi, nëse është prej atinve që e sulmon sunetin e pejgamberit, e lufton sunetin e pejgamberit çdo midan, e ai i cili nuk e don sunetin e pejgamberit, ai i cili i largon njerëzve si sunetin e pejgamberit sallallahu, historia dhe biografia ati e ka vërtetu se ai asnjë fush nuk ka qëndru për ta mbrojtur dinin e Allahut, për t'i dalë në krah islamit, për ta ndihmu dinin e Allahut. Edhe ndodh që dënjëherë qillon, thot edhe këto që e qillon edhe këto të mira nuk vlejnë me ja përmend. Për çka? Për arsye se çdo megdan edhe çdo fush ai ka qenë arrik i Allahut subhanahu wa taala dhe ka qenë kundër islamit. Kështu duhen të matën punët, e jo në këtë mënyrë, e jo në këtë mënyrë si po ndëgjojmë për çdo ditë që çdo dietar të cilët kanë kontribu dhe kanë sakrifiku për dinin e Allahut, për çdo ditë fundosen në gjuhat, nëpërmes gjuhave ata atinve të cilët ende asnjë shuplak nuk e kanë ngrënë për dinin e Allahut subhanahu wa taala, ende asnjë hap nuk e kanë qitë për dinin e Allahut, ende në dorën e atinve nuk ka uzu askush. Për këtë arsye e këshilloj veten time që pasi që Allahu subhanahu wa taala na ka ruajtur dorën tona, pasi që Allahu subhanahu wa taala na ka ruajtur gjuhën tona, le të na ruajë Allahu subhanahu wa taala edhe në të ardhmen dhe të na ban vendosën rrugën e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të edukohemi me edukatën e selefëve tonë. Allahu subhanahu wa taala mirë din, e sa i përket këtij do të thon dietarit Muhammed Kutubit, edhe ki vlen do të thon të vihet në këtë kandarin e Sejd ibn Musaybit inshallah nëse vihet në këtë kandar do të thon që të shohat ashtu edhe i hipet haki të cilën e meriton, i cili nuk ka shprej atinve të cilën e ka qillu çdo them, sikur thot dikush, edhe nuk ka shprej atinve që ka gabu krejt, po është mesatar, do të thon mes këtyre atinve që e ka qillu dhe ka gabu. Ku e ka qillu është mirë të ardhur, ku ka gabu e lëm me gabimin e vet që do të përgjigjet për Allahu subhanahu wa taala, se kanë thonë selefët tonë duhesh me argjet vllau tan një arsie, e nëse nuk mundet me gjet një arsie thuj kështu selefët na kanë mësuar. Kush don me pasu rrugën e selefëve, kjo është. Kjo rruga e selefëve që kanë thonë, thuj ndoshta vllau jon e ka një arsie që unë nuk e di apo unë nuk ban me di. A nuk ban kështu mi thon? A nuk ban për dietar të Islam kështu me thon? Spaku me thonë që e kanë një arsie ndoshta që unë nuk e di, apo nuk duhet me di. Kur po kena arsie për krijetar, kur po kena arsie për ato që e luftojnë dinin e Allahut, kur po kena pa arsie për ato që i burgosin për çdo ditë me qindra musliman, kur po kena arsie për ato që i ndihmojnë një besimi, kur po kena arsie për ato që i ndihmojnë dhe ja derdhin kanalet e rafinerive të naftës atin për t'i sulmu dhe për t'i luftu musliman, po kena arsie me i gjetë për ato. Pse për vllaznit tonë po kena arsie? A nuk kanë kjo padrejti? A nuk kanë kjo padrejti që Allahu nuk ka shiknaqur me këta? Le të kenë kujdes musliman se vallahi kanë mu përgjigj për Allahu subhanahu wa taala, po kur kena mundësi me i gjetën ose babës tanë, njëri prej neve thot as bidatxhi dhe duhesh mu ju largu. Vllai dashur, baba jota nuk ka bidatxhi, baba joti i cili nuk e fal namazin, baba jot edhe motra ite, edhe nana ite, edhe ato mi bëjnë vetë dhe mu largu. Pse atin dhe fi gjenë arsie vllau tanë islam që Allahu t'i ban tezet për i bëjnë arsie? Ma lekum kejfe të hkumun, qka ke gjikar, qfar kandari keni ju që peshoni me ta? Keni kujdes se keni bu përgjit për Allahu subhanahu wa taala, edhe Allahu subhanahu wa taala nuk i mshefët ati, edhe kena me dal në kandar që kena unë beshu për veprat tona, edhe këta e kam bërgj me aton vllaznive. Ndoshta dikush më thot se je i ashpër, po ta tham edhe këta, ndoshta jam i ashpër, po ta tham që e ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija, ka thonë musliman me musliman janë si diduar, të cilët si cilla i shërben qetërët, edhe muslimani kur të more me la dorën e vet, nëse gjen diçka pa pastërti në dorën tjetër, sa e fërkon, ndodh sa se duhet ata edhe me gris, vetëm se çka
qëllimi i kësaj dore është me pastru dhe dorën tjetër, edhe inshallah qëllimi jon është që ne me përmisu vetën tonë dhe me përmisu vllaznin, edhe mu dash edhe në këtë mënyrë me kontribu për dinin Allah, derisa Allah subhanahu qëti kënaqur që Allah subhanahu bashkon edhe na i bashkon zemrat tona, edhe Allah qëti kënaqur që çon bereqet edhe nda vetin ton. Allah subhanahu wa taala më mirë din.